Festat e fundvitit në qytetin e Vlorës nuk dihen më si dikur. Sa më tepër vitet kalojnë, aq më shumë zbehet atmosfera festive për Krishtlindje dhe vitin e ri. Qytetarët e Vlorës thonë se çdo gjë lidhet me ekonominë. Sipas tyre, ekonomia familjare dhe të ardhurat nuk janë në nivelin e dur, duke mos i dhënë këtyre të fundit mundësinë të festojnë siç duan. Qytetarët thonë se me pagat apo pensionet tepër minimale që marrin, nuk i përballojnë dot shpenzimet e festave, pasi mendojnë vetëm për të jetuar. Sipas tyre, nëse nuk do të kishin ndihmë nga familjarët në emigrim, nuk do t'ja kishin dalë dot të përballonin jetesën. A vjet atmosfera festive? Është pak hidhrim në popull, nuk. Pse? Pse nuk ndihet? Nuk ka lekë, nuk kanë njerëzit, nuk kanë mundësi ta festojnë, është pak e vështirë, pak kohë të turbullta, siç i thonë. Duke si periudhë normale, Kohë e turbullt. Normale jo ta mësësh, pak kohë e turbullt është, smerat është. Po mungoj ekonomia, mungon edhe gëzimi. Të gjitha bashkë futen ato, bashkë me ekonominë janë të gjitha bashkë, festimet e gëzimit të gjitha. Festojnë do të familje, si shtu. Po, do të dëshironin të gjithë, tradita ka që një festoj, po tani është pak e vështirë, mundësit janë të pakta, ka pak para. Djetë atmosfera festive, a ndjeni? Fare. Pse? Se me që të ndihemi të sëmur pensionist me 100.000 lekë që marim, po ndihemi atmosferën festive. A nuk festoni do si shdoni? A nuk festojnë fare, nuk bëhet fjalë. Po, çdo gjë lidhet me ekonominë, edhe gëzimi vjen nga ekonomia? Pa tjetër, me ekonominë lidhet gjitha. Po jam mirë, kam për të ngrënë, për të pirë, me shpime gjitha, jam mirë, po s'kam, qash, ato tem jam mirë. Po ndihet vitiri, po vitiri do të kesh që të marrë. Qallë se përballon do të besoj. Jo, nuk e përballojmë. Jo siç duhet, nuk e feston dot. Se feston se dëgjoj do na japë 100.000 lekë, edhe 50 ato 150.000. Do marrë ka poshën edhe të tjerat ja ikën. Po nga zbukurime do diku, nga zbukurimet. Vetë nga zbukurime? Po. Po në shtëpi, alegrinë, festivë? Në shtëpi nga qenë vetëm e ndi shumë pak, nga qenë vetëm. Je vetëm, a? Po, ashtu janë rrethanat. Po, ekonomia të lejon? Ekonomia çka? Janë që Brazili, që është emigrant. Të mbajnë vëllezër? Po, Brazili, që imi 2 veta, u dhe 1. Po. Dhe sa mos ishte ai? Bishe që më në vështërësi, po festa për gjëra tjera. Po vine po zbet kjo e festave të vitit? Po natyrisht. Nuk ndihet si pa? Nuk bje për pas ekonomia bën të sana, njerëzit largohen dhe largohen. Shumica e qytetarëve të Vlorës mezi i presin festat e fundvitit, por jo për shkak të atmosferës festive që ato ofrojnë. Ditët e fundit të vitit, qytetarët thonë se i kthehen fëmijët nga emigrimi dhe kjo është gjëja më e rëndësishme për ta, e cila ju ashton gëzimin. Sipas qytetarëve, edhe fëmijët, pavarësisht kushteve, mezi presin të kthehen në atë dhe ku çdo gjë i shijon më tepër. Po ndihet, pse s'ndihet. Njerëzit presin të vinë, të kthehen në vendin e tyre, të bëjnë festat, të takojnë me njerëzit, të takojnë me të afrit, janë të larguar, sido që tjetë vendi jot është i dëmshur. Do me thënë, ti e ndihen se mezi pret që të vinë? Jo, po mirë, po edhe fëmijët edhe ata gëzojnë që duan të vinë në vendin e tyre, duan që t'jenë të çdo festa shikojnë vendin e tyre që e kanë lënë, edhe duan ta shikojnë. Po ndërkohë që flati të lejon ekonomia të festosh siç duhet, them juaja personale, pa ndihmë. Po, jo na personale nuk ndihmon asnjëherë se dihet që pensionet janë të ulta, po me ndihmën e fëmijëve. Po bëhet se nashi njerëzit duan që të kthehen të kënaqen, të vinë edhe të kënaqen, duan. Këto Krishtlindje dhe vit i ri do ta gjejnë Vlorën edhe me më pak banor. Krahas festës, gëzimit që përfaqësojnë këto ditë përmbyllin dhe një tjetër vit ku shumë prej banorëve të qytetit zgjodhen të largoheshin në emigrim.